Përshëndetje nga Bleta Rivede. Sot po bëjmë një kontroll. Para një jave i kam vendos një bukë kësaj bletës, u e kam kontrollu se si është gjendja brenda, vetëm i kam vendos një bukë. Edhe siç edhe tek tjerat, se gjitha nuk i kontrolloj çdo javë. Kjo ka 2 javë që s'është kontrollu. Sot do bëjmë një kontroll se çka kemi. Para 2 javësh, kur i kam bërë kontrollin e fundit, i kam bërë spërkatje me acid oksalik. Ndërsa para një jave kam vendos nga këto gurabijat, janë si gurabija për varro, dhe si shihet e kanë konsumu komplet, e kanë marrë, e kanë heq, dhe kanë ngel vetëm një rreth. Të njëjtën kohë i kam vendos edhe pak bukë, sepse tani në këtë kohë, në këtë muaj nuk kanë prurje. Kështu që është dashur që t'i japim pak ndihmë. E bëjmë një kontroll ta shohim si jemi me pjelljen, si jemi me rezervat e ushqimit. Edhe do e mbyllim. Musja nuk është se më hyn në punë shumë, siç e keni pa, po duhet për arsye sigurie. Kjo është korniza e parë, tu kemi vetëm pak nektar. Pjesa këtej është komplet bosh. Edhe është dhe kornizë e re. E lejmë këtu jashtë që të krijojmë hapësirë. Por nëse jeni diku ku ka me të vërtet shumë mungesë ushqimi dhe është problem, nuk duhen të lihen kornizat këtej jashtë, më mirë me një kat të dytë që është i mbyllur poshtë dhe lart, i vendos kornizat edhe e mbyll. Se nëse i leni këtu jashtë dhe kanë mungesë ushqimi ose ndjen aromën e fortë të mjaltit, mund të kesh sulm nga bletat e tjera. Kjo është korniza e dytë dhe kjo është me mjalt. Nuk është se ka mjalt mjaftueshëm shumë, por as që ka dhe mungesë. Kjo pjesa këtu është komplet me mjalt hapur. E njëjta gjë edhe këtej. Ky mjalti është sterri i zi. Kjo është buka e parë që i kam vendos. Bletët janë të qeta. Edhe kjo këtu është vetëm me mjalt. Kjo është kornizë e zezë, siç shihet e kanë mbushur më shumë. Ja dhe një tek mashkull. Tu kemi pjellin. Edhe këtej është pjellje. Kemi pjellje, kemi edhe vezë ditore të kjo korniza këtu. Pjellja janë shumë e pakët, pasi nuk kanë prurje jashtë. Edhe unë nuk i kam ndihmu hiç. Kjo është e buka e parë që i kam vendos, po tani mbrapa do vazhdoj të ndihmojmë nga pak. Edhe kjo këtu është me pjellje të vulosur pak. Kemi edhe vezë. Kemi edhe mbretreshën këtu. Sepse në këtë kohë besoj se në shumicën e zonave që janë te rreth rrotull Durrësit nuk kanë pjellje shumë, kështu që është një kohë shumë e mirë për t'i bërë për varro.
edhe kjo korniza këtu nuk ka fare pjellje, vetëm janë këto që janë korniza më zeza, këto kanë depozitu më shumë jajë. Po ajo që po dëgjoja një bletë ose mund të ketë një mbretëresh të re që po fishkëllen këtu. Kjo po ma tërheq vëmendjen, sepse kam parë dhe para një viti ose mos më shumë që i dëgjoja edhe disa bletë që fishkëllenin. Ja, nuk e di, a mund të dëgjohet. Besoj se dëgjohet kjo fishkëllime. Se kjo mendojmë se e bën mbretëresha, po këtë nuk e bën mbretëresha, e bën dhe bleta punëtore. Shpresoj që dëgjohet. Sepse një diçka të tillë e kam pa me një video që e kishte postuar dhe një turk. Dhe aty thonin që bleta punëtore nuk fishkëllen. Si në këtë rast. Ato të gjithë po i thonin se është një mbretëresh aty që fishkëllen, por këtu nuk ka mbretëresh. Ja, nëse unë e shoh me imësi, po nuk po arrit ta shoh nga dielli, mund ta gjej se cila bletë po e bën këtë. Dhe besoj se e gjeta se cila bletë është. Dhe pse mendoni se e bën këtë fishkëllimin? Sipas atij turkut që unë e pata para të videon, ai thonte që bletët sinjalizojnë që ka një rrezik nga jashtë. Tani sa e vërtet është, nuk e di. Kjo është ajo bleta që po bënte fiu. Po nuk më duket sikur është një. Më duket sikur janë më shumë se një. Se mendoni ju ekspertat që bleta punëtore fishkëllen? Edhe këtu kemi pak pjellje të vullosur në mes. Shumica është me mjert, pak prurje ka. Polen nuk shoh shumë pak polen për shumë. Kemi 3 korniza me pjellje. Polen nuk shoh edhe pse në këtë moment nuk ka polen, se nuk ka shumë lule jashtë, shumë pak mund të ketë. Edhe kjo këtu është me mjalt hapur. Mjalt ka, mirë është, po pjellje ka pak, edhe është normale që ka pak. Kjo është një nga këto mbretëresha që gjatë dimrit e ndalojnë pjelljen, sepse janë tjera që nuk e ndalojnë fare gjatë dimrit pjelljen. Edhe këtu ka pak pjellje vullosur. Edhe vezë vitore. E mbyllim. Ushqim ka, nuk është keq nga ushqimi, dhe pse i duhet edhe pak rezervë, sepse nga muaji shtator vazhdojnë dhe sjellin prapë diçka nga jashtë. Por çështja është që unë i let hecin vetë simas kohës, simas natyrës, nuk rri duke i dhënë se nuk i dilet pastaj. Të bëjnë pjellje edhe kur nuk kanë që qa marrin, nuk kanë qa sjellin, kjo nuk ndikon edhe mirë pastaj tek bleta.
të shihni këto bukët i kam prerë viza me një fjalë, nuk e kam hap komplet sepse nga nxehtësia që mund të krijohet edhe shkrihet edhe i dëmton dhe bletët. Kështu që më mirë kam zgjedhur t'i bëj disa viza të vogla dhe bukën e konsumojnë avash avash edhe e kanë për disa ditë më gjatë. Edhe nuk kemi edhe probleme. E mbron, pavarësisht se kjo është një bletë e madhe, se nëse ke një bletë më të vogël, edhe ndihet aroma e bukës, atëherë mund vinë dhe bletë tjera dhe ta sulmojnë t'ja marrin, që nuk bëjnë dot roje tek dera. Ndërsa kjo është një bletë normale. Shpjeguar me 9 rrugë miz. Dhe e fundit nuk është se kishte shumë. Por tani është normale këtu tek unë. Dhe me këtë ritëm që eci unë, në mënyra se si punoj unë, është normale të ketë kaq qielli edhe kaq ushqim. Gjithsesi tani jam brapa të vazhdojmë dhe t'i ndihmojmë dhe me pak më shumë, t'i japim ushqim, bëjmë dhe kontroll për varrohen. Tani është ky muaj, them se mund të jetë në për shumë zona që nuk kanë shumë qiell e bletët. Tani e keni momentin që nuk bëni. Por gjithmonë duke parë gjendjen e bletës dhe duke vepruar, jo se çat gjova te bletarive dhe ose çat gjova tek dikush tjetër, më shumë fokusova aty ku je me gjendjen e bletës që ke. Kështu që t'ja kaloni mirë dhe shihemi në një video tjetër.